Si e kanë Shkodranat të shprehën? Ty vetë janë qef? Aty bëhet luftë bashkë me futbollin. Kush ja këshilloi të shkoj ke liga turke? Unë se mora vesh. Futbollin anglez nuk e kemi komentuar shumë dhe kemi patur kritika. Faktikisht janë fan si futbollit bukur, futbollit të Pep Guardiolës. Ti je me Liverpoolin, me ekipin më të madh dhe më historik të Anglisë. Mendoj që Manchester City po shkruan historinë, nuk e ka pas historinë, thjesht po e shkruan. Manchester City jo vetëm fiton, por më e rëndësishme është që vetë dominon. Jo po dorë Arnoldit, jo po shkollë bëni gol Fabinho mos dorës Arnoldit, fusin 4 këta dhe hajde lym për qef pastaj. Miq të Andale Sport, ja ku jemi në një tjetër episod ku unë do të çmendem nga i nderuari kolegu im Manthoj, i cili nuk do dëgjoj ato që. Kënaqësi është e tëra imja. Mirë se na erdhët në shtëpi. Përsëri do flasim për sport sot, jo vetëm për futbollin. Patjetër, jo vetëm për futboll, se patëm dhe evente të mëdha. Ciao Spanjolli, kaq po japim informacion për momentin. Pa ciao Spanjolli ti e the të gjithë. Jo. Patëm fitoren e madhe të Alcarazit. Ta fillojmë ndryshe këtë fillojmë me tenisin. Alcaraz mreti. Një fitore e madhe atij edhe 22 vjeç tjetri. Ishte për herë të parë finalet Australia Open, por në të parë që 72 ditë, theu rekord dhe ka fituar 4 Grand Slam. Ke çfarë i thua? Jo, sa të themi është numër 1 i botës në momentin, ishte hera e parë që shkoi në finalet Australia Open. Hera e parë që fitoi, por nga ana tjetër keni parasysh në finale u përball me Novak Djokovic, që ishte për tu eliminuar që në çerek finale fare. Në finale Alcarazi tregoi forcën. Shqiptarët e kanë pak dëshirë më të madhe kur mundet Djokovic dhe kushdo i tjetër rivali kanë kënaqësi më të madhe. Më se kishte postuar njëri, mundën Serbin, si e ka, megjithëse arritje madhe, por nuk e di sa arritje madhe mund të quhet transferimet e fundit lojtarëve shqiptar, të cilët kanë edhe e ka fjalën pikërisht për më tepër për Aslanin, i cili me fillon e Interi shkon te Torino dhe tani përfundon te Beşiktashi. Po ta shohësh vijën e tij duket një lloj regresi që shkon në kampionatin turk. Dhe vazhdon duke nisur në mënyrë spektakolare me Beşiktashin, duke u ndeshkuar me karton të kuq. Shikoj, unë mendoj që ka problem, Aslani do të ketë problem me ligën turke, se aty bëhet i futboll. Aty bëhet luftë bashkë me futbollin. Kush ja këshilloi të shkoj ke liga turke? Unë se mora vesh. Ky fillimisht kur bote llaf me nga Interi ishte fjala që nuk do të largohet nga Italia, se o do Italinë ora shef disha. Tani se kanë lojtarë shqiptar këtë tipike që thon o do rrit ky kampionat. Armando Broja nuk ikën nga Anglia, di që do i bëj shumë mirë ti nga Anglia, po nuk ikën nga Anglia. Mi tani ose situata ishte skandal fare tek Torino, skandali ishte se nuk e fusta dhe do të rrit tikte se s'bën diku tjetër, po iku te Beşiktashi në Turqi. Tani te Beşiktashi në Turqi Muçi nuk bëri dot hajër. E çon Huazim te Trabzonspori. Ky afro te Beşiktashi. Shikoj, kampionati në mënyrë katastrofë ka kampionati turk është kvalitet, nuk është kampionat që futet te kampionatet e këqija. Por kur ti vjen nga Interi, provon veten te Torino dhe ti nuk e gjen veten dhe shkon në kampionatin turk dhe fillimi aty tregoi që nuk ishte aq e mirë, se ka diçka kampionati italian ka më shumë teknik. Ka pak ndër top 5 ligat, por më shumë nga turku ka patjetër. Aty vetë fizik është. Tani kjo shkuarja në Turqi Aslanit është minus për ne? Shiko, unë mendoj që t'jap mendimin tim, nëse ai do të luajë titular, se duhet ditur edhe kjo. Do luajë titular dhe do kapi formën e tij. Ka shkuar Turqia titular, do t'i dai se po nuk mori titular në Turqi, pastaj. Po do përshtatet me lojën në Turqi, se ky fillimi kartoni i parë kuq karrierën e tij dhe ky fillimi i keq nuk i di se shkon. Mos është plus për kombëtarin ton? Sepse Aslani ishte titular për ne edhe kur ishte te Interi që nuk luante as 1 minutë. Pra, Silvini i beson Aslanit edhe kur nuk luan. Aslani ka qenë gjithmonë niveli mirë. Tani mos ke lëvizje në Turqi, vërtet ul ligën, ul nivelin, po jep minuta në këmbë dhe kjo është plus pasaj për Shqipërinë tonë. Ne jemi në një pikë ku lojtarët nuk po na luajnë shumë për fat keq. Pra kemi probleme edhe te reparti jon me sigurt dhe te mbrojtja kemi patur probleme. Hysa që më shumë mundësi drejt të titularë të kombëtare nuk po luan. Kemi Miten që ka patur probleme me ekipin e tij dhe ai nuk ka luajtur shumë këto ndeshjet e fundit pas ka së kthyer. Na u dëmtu prap Ismaili. Po lehtë po ndoshta është plus për që iku te Turqia. Për Aslanin plus për Shqipërinë. Shiko, me kombëtarë ka luajtur gjithmonë mirë dhe më duket pak një lloj Arlinda Jeti, që me klube mund të jetë keq, por kur vjen te kombëtarë është gjithmonë niveli mirë. Po pra, duket si plus për Shqipërinë se do marrim minuta në këmbë. Pra praktikisht nuk ka ndryshim nga Interi që nuk lunte me Turqinë që të luaj, vetëm minutat në këmbë ndryshojnë. Unë dua ditë ku është problemi i lojtarëve shqiptarë që fillojnë me ekipe të mira, pra po të marr Mana ka qenë edhe tek Interi, pra ka provuar vetë edhe tek Interi.
Por tani ka përfunduar prapë Turqi me transferimin Ku e është fundit. problemi? Në ligën e parë Turqi. Broja nga Chelsea shkon te Burnley. Aslani nga Interi shkon në Turqi dhe shumë shembuj tjerë që mund t'i marr. Si e kanë shkodranat të shprehen? Ty vetë janë qef? A është kjo thu? Po ajo është më burr. Ajo është as më A nuk diskutuar mendon fare. për shembull që lojtarët shqiptar duhet ta fillojnë me ca ekipe më të vogla që shkojnë për shembull siç ishte Broja te Southampton. Po e nisëm Gjithë ekipi punon për Brojën dhe është lojtar kryesor të ai ekip. Po kur shkon te Chelsea dhe ke rival 2-3 lojtarë tjerë të një niveli më të mirë nga ti, nuk je më ylli ekip. Po e nisëm ky Aslani para Interit me kë luante me Lecce, me kë luante? Me Empolin. Me Empolin pra. Para ekipi vogël e ka nisë Aslani. Ekipi vogël, po kur shkoi te ekipi i madh, ndoshta do të kishte bërë një hap tjetër. Pra, nga Empoli te Interi, Pa dashën bëhet Aslani, se nuk është se më intereson me bëhet Aslani dhe asnjë, por e Interi kishte Çalhanoğlu kundërshtar. Patjetër pra. Dashi po do të flasim realitetin. Që ke rival më të fortë nga vetja, edhe nuk e gjen veten. Nga Interi te Atalanta mund të ishte titullar për shkak. Nga Empoli te Atalanta. Po edhe ke Torino logjikisht do të ishte titullar ai më dha. Sa nuk shkoi. Po pse për shembull unë t'ja dy shembuj nga futbollistët shqiptarë në Kosovë, të cilët Vedat Muri që vjen në kampionatin shqiptar me hapa, shkon bëhet lojtar i rëndësishëm në La Liga. Ke Amir Ramani që vjen nga Partizani, shkon bëhet lider tek Napoli. Të njëjtën rrugtim kanë karrierën e tyre. Ndërkohë kombëtarja ka play-offin shumë të rëndësishëm, i cili po afron, janë më pak në 2 muaj kanë mbetur me rend kalendarik. Ti e dim. Çka ka? Që ti e dim deri play-off. Shumë mendoj që do kualifikohet, unë mendoj që do kualifikohet. Unë jam si do të jetë gjendje, mendoj që do bëjmë një paraqitje të mirë të paktën. Fakti që jemi deri këtu. Paraqitje të mirë, ti të muhabet, Po e kemi komentuar në këtë, më fal tani se po dalçi shumë mos më urre. Këtë rinovimin e Silvinjas? Me kushtin e veçantë. Kushti ishte kualifikimin botror. Praktikisht i bie që Silvinjo e mbylli me Shqipërinë, unë mendoj që ne po lëni së rrafën dot. Unë mendoj që i kemi mundësi tona, por mendoj që ky lloj kushti kontratë është më shumë për ta vënë një lloj presioni të mirë. Pra për ta bërë që unë besoj më të mirë në vetë taktikat. Unë besoj që ndeshja me Polonin, nëse ne humbasim është e fundit e Silvinjos me kombëtarin tonë. Kontrata nuk e thua ti. Por unë po them që nëse unë uroj që kualifikohemi e para, por dhe nëse nuk kualifikohemi, nuk mendoj që Silvinjo do shkarkohet më njëherë. Pa çka se është pika do gjeni gjuhët përbashkët prapë. Siç e gjeti me Debiazin kur dha shkarkimin atëherë dhe prapë vazhdoi. Unë mendoj që Silvinjo e mbyll. Besoj që i kushton shumë kombëtares. Merri 1 milion euro sa merr në sezon, 1 milion euro. Për shembull që Debiazi dha dorëheqjen dhe u rikthye prapë te kombëtarja për shkak se e bindu të vazhdoj me kombëtaren. Dakor, po ky Silvinjo ka më shumë probleme me kombëtaren ton. Shumë nuk e duan për lojën që bën. Shumë tifozët thua ti. Shumë e sulmojnë, po marr përgjithsisht. Shumë e sulmojnë që nuk është se ka një lojë të mirë Silvinjo, por thonë që thjesht ka lojtar më të mirë të mundshëm që ka pas kombëtari historia e kombëtares ton. Pra, ka dhe disa problematika me Silvinjo, që mendojnë që nuk është atër mbetet me lojtarë që nuk i fton. Pra ndoshta një jo kualifikim botror mendoj që e mbyll Silvinjo me ne. Ndërkohë kombëtarja ka edhe pjesën e vet që ndoshta play-offi po jo, por kemi edhe ligën e kombeve këtë vit dhe në datë 12, po ç'ke që janë shkallë ligën e kombeve. Intereson fare besoj. Është një hap që të afron më shumë me Euro 2028. Nëse del mirë aty del vendin e parë. Në ligën C më Floro. Po vendi i parë do afron dietë mundsi. Vendi i parë do afron dietë mundsi. Nuk është se nuk duhet ta shkon lush, ç'është është turp nëse s'dalin parët. Thuje troç, mos më ruaj mua kornizat e etikës. Është turp po dolën parë. Jemi në vazën e parë. Ky është lajmi i mirë. Po, dhe kush janë vazat e tjera, kush mund ta bine pak a shumë? Çfarë ekipe do të kemi kundërshtar? Jo, vaza 2 dhe 3 që na bine. Okej. Kundërshtarët e mundshëm. Filan, Slovaki, Bullgari, Armeni. Gjithë ekipet lehta. Bielorusi, Ishuet Faroe, Çipër dhe Estonia në vazën e tretë. Dhe vazën e katërt, 2 ekipe ndahen nga play-offi, i cili është Gibraltari, Letonia dhe Luksemburg Malt, dhe Moldavia dhe San Marino. Jeni në rregull që nëse ne jo vetëm që nuk dalin parë, po dhe nëse nuk kemi vetëm fitore në këtë grup është dështim, unë mendoj që hipotetike një grup po të them do jetë Armeni, Çipër dhe Moldavi. Nëse ti nuk ke këtu 3 neshje, 6 neshje, 6 fitore, është turp i zotit. Golavaraj. është turpë nëse s'ke 6 fitore. Që me këto ekipe vojnë pak më shumë. Po problemi atyre që s'bresin fushë, ta shtrëngojnë mirë me nderën që të shturp mos kesh fitore me ata. Në futbollin anglez nuk e kemi komentuar shumë dhe kemi patur kritika. Për çfarë nuk kemi komentuar shumë anglisht, se është kampionati më i fortë në botë. Foli për vete, unë fillim sezonit e kam thënë Arsenali kampion. Ti ke përmontar se je i qut. E kam thënë. Kemi ndruar vendet pasi do t'jemi me 2 tifoz futbolli për futbollin më të bukur në botë, futbollin në Angli. Kemi Flobianin, tifozi Manchester City bëri habi që je me këtë ekip.
Faktikisht unë jam fan si futbollit bukur, futbollit të Pep Guardiolës. Në këtë rast është trajneri Manchester City dhe me logjik që jam fan si Manchester City. Në kraun tim është Drini. Përshëndetje ç'kemi haj. Jam Ti je me Liverpoolin, me ekipin më të madh dhe më historik të Anglisë. Ku çe don olla Liverpooli jot? Unë mendoj që Bonca, unë jam atë idenë që nëse diçka vazhdon shumë mirë, siç fiton kampionatin, nuk ka nevojë që të bësh kaq shumë ndryrime. Ata ndruan për shembull, ata hoqën Diazin, hoqën Nunezin, hoqën edhe blen tash blen Virtsin, blen Isakun, blen Ekitiken, që Ekitiken me Isakun. Atë Kerkez çfarë? Kerkezin, po. Morën Ekitiken 100 milionë euro, shkon ja plasën edhe Isakut kot pa lidhje, po ata nuk i fut dot të dy bashk. Sloti nuk është trajner që thosh ti që është në magjistar, ekipin që la Kloppi e mori, boni se i ra edhe City që ishte dobët, Arsenali si për herë. Nuk është Si për herë të tip, po këtë vit është i pari. Këtë vit janë vend parë dhe Champions dhe kampionat. Po mirë se edhe 22-23 ishin parë deri në prill ata dhe doqën pastaj në fund barazon me Southamptonin, me West Hamin, iku ai. Lojtarët e Liverpoolit janë thjesht lojtarë sezonal që dalin një herë në 10 vjet. Do një kampionat ku janë Kë ka City lojtar kështu. Kë ka City në Rodrin, topin e art. Ky ka merak Rodri se ka marrë topin e art vinit. Nuk po them klas kaq botëror, apo sa Rodri s'ka të krahasuar jo me lojtarët e Liverpoolit dhe të Realit, por me shumë lojtarë të tjerë Rodri që kanë qenë më përpara dhe kanë dhënë shumë për futbollin. Rodri është po jep shumë dum futbollit. Mendoj që një lojtar kur kthehet pas një dëmtimi në ACL, që është dëmtimi më i rënd për një futbollist, mbas një viti është shumë e vështirë të rikthehesh në fushë, jo të japësh performancë, por duke qenë se po ta kesh pa ndeshjen e Manchester City dje me kundër Tottenhamit dhe ishte një ndër lojtarët më të mirë në fushë, pavarësisht se arbitri ndeshjes duhet nxjerrte me karton të kuq lojtarin më kot që ekziston në planet, Gallagher dhe Kolomuani, që tentonin ta dëmtonin. Unë do të themi gjë që nuk normalisht nuk s'mund krahasoj me Rodrin, më kam bërë atë lëm për vete ke gjuri majt. E kam bërë në 8 orë të 2023-4-s dhe stërvitën e kam filluar prapë në mars. Normalisht me kushtet që mund të ofronte Shqipëria mund prit mos mëni personale, prit një sekond. Ai ishte Rodri për top apo jo? Atë sezon. Për sa i përket atij sezon, i listojmë ato gjërat e mira që bëri Rodri. Ai listoj. Europiani. Në radhë pa Europiani. Po, pik. Më thuaj, tash doli pika. Jo, po gjë më kryesore, doli opinioni publik duke thënë Fabian Ruizi. Është opinion publike. Është ndihmoi shumë Spanjë kështu. Ne tash po e shohim Fabian Ruizin Po shohim edhe Rodrin. Po, por Rodri vjen pasi dëmtimin nga ACL-ja, kurse Fabian Ruizi ka kulmin e karrierës që ishte më i miri gjasme për toptar. Po, nuk ka pas dëmtime që Ruizi ka pas drejtë. Edhe tash ke llogaritë, ke Napoli, ke Parisi, nuk bën dot diferencën. Kjo do të thotë merita e topit të art për Rodrin në Europian ishte që ai ishte lojtari kryesor dhe kyç. Kryesor Rodri? Për ata që e shohin ndeshjen nga jashtë, nuk është se targeton shumë. Targeton Jamali, targeton Nico Williams që bën gola, që bën stile. Ai ishte për top tar atë sezon? Rodri është lojtari që do të ekipin prapë. Absolutisht që ishte për toptar, se ai ngrin ritmin, ul ritmin, çson lojën, lidh repart me një tjetrin dhe pozicioni më kyç dhe më vendimtar i një ekipi në fushë është pozicioni i Rodrit, 6. Po nuk e çesua. Ishte Rodri për top tar sezon. Kajgjë. Po luash 6. Ndoshta Rodri ishte pak i çuditshëm që e mori top në Arca edhe 6 dhe kështu. Ishte për ty po apo? Jo. Po edhe Vinicius nuk është se ishte. Unë kam vënë një gjë, domethënë gjithë kohën që kam pa Liverpoolin normalisht kundër City, se kundër City po e marrim tash ka gjithmonë janë dy rezultate që merren, kështu s'do i marr me vite, po ose fitojmë në 1-0 në mënyrën më të tmerrshme të mundshme që por fitoni. Janë si top para aty e Bosalau gol, ose është rasti tjetër, fusin 4 këta dhe hajde lym për qef pastaj. Kështu që është 1-0 për ne, o 0-4 për këta, nuk ka ndërmjet, nuk dy rezultate janë. Për këtë vit. Edhe për këtë ndeshje i pafram po. Për këtë ndeshje unë do vazhdoj ta them gjithmonë pika kryesore e City sado dobët që t'jenë për sa kohë kanë Guardiolën trajner diçka do e bëjnë se unë kam thonë edhe po fitove, nuk është se do fitosh me dominancë totale ndaj City për sa kohë është Guardiola. Unë kam parë një ndeshje që Liverpooli ka fituar me dominancë, është këtu në 19-20 kur kanë fituar 3-1 në Anfield, që edhe ajo kishte ca jo po dorë Arnoldit, jo po shkollë bëni gol Fabinho mas dorës Arnoldit, kështu, por ajo ka qenë një lojë që me të vërtet kanë dominuar edhe 2-0 që vjet në Anfield që ishte City në periudhën më të keqe që kapën janë 7-8 humbje rresht. Po që për mua kuptoj gjithmonë Guardiola për City që është pika fort.
Ndërkohë, pika e fortë e Liverpoolit cila është? Mendoj që këtë sezon, jo vetëm këtë sezon, por gjatë gjithë historisë së tyre, pika kryesore janë tifozët dhe stadiumi. Pavarësisht lojtarëve që janë fush, ai stadium të elektrizon dhe jep shumë motivim atyre që janë fush. Dy pyetje. E para për të dy. Është vërtet ky miti që ky Haalandi thjesht bëgol me skuadra të vogla, jo me të mëdha. Se po menosha kur pite për pikë të forta është më tjetër Haalandi, por sa më kujtua që shumë thonë që ai vetëm ndeshje të vogla bë golare. 18 zhduket. Ja, nuk duket ashtu, më thënë drejtën. Unë mendoj që jo, është thjesht një mit nga xhelozia për Haalandin. Po ai ndeshën mbaja s'ka shkëlqyer valla. Haalandi ka bërë çdo ekipin Premier League gol, çdo stadium ka shënu. Në ndeshje me ekipet të mëdha Haalandi mund ta bëjë gol, kur është ndeshje e rëndësishme që është, domethënë, si më thon make or break, siç ka qenë Champions 23-shin vendimtar. Zhduket. 22-23 me Realin, edhe në finale me Interin, po që Interi hynë me 6, që ai thonë nuk është se zbon as i gjon fakt. Po çdo gjë që thuhet media dhe në rrjetet sociale besoj që është e mbivlerësuar. Pra jeta kush është mbivlerësuar, dole që llafi fund. Por në realitet tifozërinë kanë zjarr dhe stadiumi është i vështirë të fituar. Ma kalojmë te një lojë tani, ti vëm ballë të lojë tjetër. Sa shtypi i pari ai që mendon që e ka të drejtën e kësaj përgjigje. Pra kur do përgjigj? Ekipi më i mirë është në dekadën e fundit Manchester City me dominim total. Po City. Okej. Futbolli më të bukur e luan? La vetëm. Nuk ka dyshim që Manchester City dhe në veçanti me Pep Guardiola. Po në gjithë botën. Po më thoni një ekip tjetër që bën lojën më të bukur se Manchester City. Kë do të thoje? Nuk po flas. Kë do të thoje? Futbolli më të bukur Barcelona. Do thoshte Barcelonën. Bravo, ma në fund. Mendoj që futbolli më të bukur dhe lezetin e tika-takës Barcelonës e jep te Pep Guardiola dhe monstrat që kishte në fushë. Nuk mund ta japi Fermin Lopez. Guardiola e krijoi, pastaj e la gati për ata që do vinin mbrapa. Mund pëlqej Barcelona si Flikut, jo e edhe Guardiolës, po ato tjerë mbrapa si një. Dominimin e vërtet ndër dy ekipet e ka? Me Hilo. A le vet? Shtype mos e ki. Me Hilo, se ngritë dorën parë, po dominimin e vërtet tash histori apo? Histori pra. Liverpooli. Mendoj që Manchester City po shkruan historinë, nuk e ka pas historinë, thjesht po e shkruan. Brezat më mbrapa që do të vinë, që do shohin këtë intervistë, do jesh shumë krenar për Pep Guardiola dhe Manchester City. Ta shohim si të pyetën që ka. Identitetin më të fortë ka? Do thojë City-n? Jo, absolutisht që ka Liverpooli, se ka histori më të madhe, por që kjo pyetje do jetë barabartë mbas shumë vitesh që Manchester City ta ketë kaluar. Lojtari më të mirë në fushë ka? Ka do thojë? Ka do thojë unë, Virts. Po. Mendoj që midis këtyre ekipeve është padyshim Haalandi. Makineri golash. Që në ndeshje të mëdha duket, po taksira. Me 50 golsha, jo me 300 milionë euro. Sa për mua bëtesh me statistikë Haalandi, mos gabojmë kot, mund të ketë që kur ka ardhur ke City, një maksimumi 2 gola kundër Liverpoolit dhe ai gol ka ardhur 23-24 në Etihad kur ka dalë nesha 1-1. Po, dhe Haalandi me në ekipet të mëdha të zhduket Haalandi. Me statistikën e proporcion të drejtë, Haalandi ka saktësisht nuk e di, po ka 500 ndeshje dhe 350 gola. Po assist shkojnë në 400 kontribute në një moshë. Unë do thosha Van Dijk e shok. Ja, ka rënë dhe do thyrë shumë rekorde. Këtë vit është realisht shumë dobët. Se kam djek, më pëlqej shumë ai. Domethënë gaf mas gafe. Krenaria e Anglisë është ai këtë thoshje, po the City në kupton. Po the City. Jo, prit. Tashi kjo do kërkoj emra edhe nga ekipet e tjera. Tash në këtë pozitë që jam unë, në dekadën e fundit them City, se për histori nuk e them dot. Po për histori kush është? Mendoj që midis Liverpoolit dhe Manchester United, po që këto dy ekipet janë kryesisht. Do i lësh të dia parazim ti? Po ja jap votën Liverpoolit pasi ka sukses më të madh në Europë. Tani ti si tifoz Liverpooli sa ofendohesh që u mendu shumë për United dhe Liverpool. Tham për historinë, jo për momentale. Dëgjoj, ai sa për historinë nuk po vendohem unë se siç kemi ne 20 kampionate që sa morën kanë edhe ata 20, ata kanë më shumë FA Cup se ne kemi më shumë Carabao, vetëm ajo që na ndan
Si të thush, më shumë janë trofet europian, që ne kemi 4 Europa Liga, ata kanë 1 ose 2, mos gaboj, ne kemi 6 shemët sa ata kanë 3, nuk është se mund të krahasoj. Unë krahasova historinë e ekipeve, nuk krahasova gjendjen momentale. Lojtarin e kundërshtarit që doja fshehur Orazi është, që doja Pas një lojtar të dy se Virgil van Dijk do ishte një opsion shumë i mirë për të bërë akoma më dominues dhe më fitues. Rodrin. heroi në këtë ndeshje do të jetë është tipi i pari. Shqiponi i parë, Ekitike. lojtari i preferuar më duket. Tashi për tashi, po. Okej. Nga forma që ka. Mendoj që do jetë Haalandi për t'i Për të mbyllur gojë. për t'i mbyllur gojën gjithë skeptikëve të Haalandit. Baf publik. Po boni gol Haaland kanë birr. Po boni raketë 3 birra. Çfarë do të Si të trema? Mirë, atëherë mendoj që duelin e pat ishte duelin nxehtë për ato pikat që prekëm. Tani mbetet shohim në ndeshjen se do dali. Faleminderit Fabian, faleminderit Ju, Lili. faleminderit. Ure fitoj me e mirë në fund. Ándale.